i cili ishte pronar i madh Delesh, dhe erdhi me gati 1000 kokë bakti në Lushnjë. Po pra ja kjo. Dhe shpallën kulak. Ishte edhe refugjat dhe kulak. Ja morëm gjithë. Ja pra kjo tregon këtë. Foto tjetër. Tani këtu se jemi në fund se kemi kaluar xho limit, po unë po kënaqem dhe aq shumë. Tani një përcaktim për qeverinë e zotit Rama? Në qeveria në përgjithësi. Ja pra kjo. Ti po duash edhe çati bë. Domethënë jo, te kjo lloj qeverie, domethënë ka disa personalitete, të cilat është fat i madh që i kemi qeveri. Këpëshën. Po fjala vjen Ministri i Shëndetësisë, Toni Gogu, Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, ish profesori im i frëngjishtesh. Ka dhe frëngjishtë? Po. Dhe ka qenë i burr i jashtëzakonshëm. Ai është arsyeja, ai dhe Kolin Gjoka janë arsyeja që nisi lëvizja në universitetin tonë. Jo, a diti thotë Edi Ramës, jo ai, po mirë, kështu djali mirë, burri mirë, okay. Tani unë i njoh këto që përmenda, i njoh në raport të drejt për drejt, Mirela ose Blendi. Unë nuk e di se si raportohen me atë zotrin atje lart. Ajo është prova. Unë nuk, mua kjo qeveri më duket shumë cilësore, nuk kam ndonjë problem unë me këtë qeveri. Po kush më duket cilësor? Mos më duket, domethënë këtu po instalohet regjim prej vitesh. Por problemi i madh është që shqiptarët nuk gjejnë forca lëvizëse që kjo qeveri t'i ketë frikë. Pra, shumë shpesh ne jemi nga skandali në skandal dhe qeveria nuk ka askënd frikë sepse askush nga elementët që kemi ne sot në skakjerën politike nuk e vën lëvizje i qeverinë. Dhe mos haro që me bashkëpunimin shumë të fortë opozitës, kjo qeveri ka prodhu ligjin më të pafavorshëm elektoral për të sjellë ndryshim. Bashkëpunim me opozitën, ëh? Po. Bashkëpunim të ngushtë me opozitën. Të ngushtë me opozitën. Foto tjetër, ja, kjo do jetë e opozitës, kam përshtypjen? Ja, kjo është opozita. Keli, ti ke qenë dhe nuk e ke mohuar dhe është një nga meritat e tuaj që bindet tu asnjëherë si ke fshehur, bindet tu asnjëherë si ke mbajtur për vete. Po si ka mundësi mo Keli që në vitin 2026 ne të kemi një opozit kaq të dobët, domethënë se ore e ka fajin Sali Berisha, thon, prapë mua s'm del llogaria, se tani çdo gjë nuk e ka Sali Berisha faj. Tani ka ndonjëherë aty i thot, pritore se kemi një problem? Jo, ka ndodhur një gjë e frikshme me politikën shqiptare, domethënë është shkatruar një klasë politike e tërë. Dhe politikani nuk është një gjë që ti e mbin në vazo si eksperimenti fasules që bënim ne kur ishim në shkollë 8 vjeçare. Politikani ka nevojë për eksperiencë dhe është një zanat që ti e mëson me vite të tëra. Sali Berisha do ngjelet në pikpamjen personale timen, një njeri, unë nuk e kam pas mik Sali Berisha asnjëherë. Di. Por do ngjelet një njeri për cilin unë kam një lloj dobësie njerëzore të veçantë. Domethënë, edhe doktori e di këtë gjë. Por sot ai është duke drejtu dhe këtu do më ndjej sepse do flas me gjuhën e gazetarisë viteve 30, një çet të pazotësh. Dhe ai është kryetari i kësaj çete. PD-ja ose opozita, po themi, ka nevojë që të jetë e sinqert me njerëzit dhe mbi të gjitha ka nevojë që të ketë besueshmëri në popull. Një pjesë e mirë e këtyre njerëzve janë njerëz që vinë ose janë të pasur ose vinë nga shtresa të pasura, pra kanë shumë me humb në përballje me regjimin. Në vitin 90 kur ne merreshim me këtë punë, me duar në xhep, ne ishim gjithë ca njerëz të parëndësishëm, anonim, por kishim një dëshirë shumë të madhe, vetë Sali Berisha ishte i tillë, për të sjellë ndryshim. Unë e vënd në dyshim që aty ka njerëz që kanë dëshirë shumë të madhe për të sjellë ndryshimin. Por kanë dëshirë shumë të madhe për të qëndruar në opozitë dhe për të mbajtur atë pushtet që t'jep opozita. Pra për të mbajtur sinorin e tyre. Sa kohë jemi unë te sinori im, ti te sinori jot, mu më duket shumë e vështirë që gjërat të ndryshojnë.
aq më tepër që këta mirë apo keq, me Sali Berishën atje, 27% deri në 30% kanë për t'i marrë gjithë jetën. Prandaj shumë prej tyre do vazhdojnë të jenë aktorë të politikës. Kjo është kështu shkatrimtare fare kjo që the. Unë thash një gjë që mendoj, domethënë, Dhe sigurisht, po është e rëndë thënë dhe aty. ndoshta një nga arsyet që nuk dalë në televizor të flas për politikën, është sepse nuk dua të bëj fatalistin dhe nuk dua që unë dua ta kem gabim. Prandaj nuk I shpalos idetë e mia, sepse them me siguri jam unë gabim. Por Sali Berishën ta shpreha që është do mbetet tek unë ai person që ndoshta në periudhën moderne ka qenë kryeministri më I mirë I Shqipërisë. Foto tjetër, po? Zot kemi? Ja, folëm për Berishën. Foto tjetër, nuk e di nëse keni. Një përcaktim për SPAK. Unë mendoj që nuk janë fair. Kishin të pandëshkueshëm dhe janë të ndëshkueshëm tani. Janë të ndëshkueshëm, por unë mendoj një gjë që unë uroj mos kem punë me këta dhe s'kam arsye pse të kem. Po ti pse të kesh punë? Por një gjë që unë nuk e vlerësoj tek këta njerëz është gjyqi popullor që kanë bërë për çdo që këta kanë dash. Raporti tejet agresiv në publik që këta kanë pas me çdo kënd që kanë akuzuar nga shtresa politike, ku ne kemi marrë vesh se sa të linta I ka ble gruaja filonit apo shkonte gruaja me filan burrë apo të tjera, më duket një nga gjërat me reminiscencën më të madhe nga periudha e komunizmit kur bëi drejtësi me Frontin Demokratik Lagjes. Nuk futem në meritën e punës asnjërit prej tyre, pavarësisht se shoh aty emra që vinë drejt për drejt nga koha e diktaturës, por gjithsesi, nëse nuk do kishin bërë gjyqin popullor që kanë bërë nëpërmjet disa përcjellësave mediatik, do kishin një respekt shumë të madh për mua. Pjesa tjetër është pjesë që as varet për meje, as unë kam në gjë në dorë, por do më pëlqente drejtësi e cila nuk cënon jetët personale të njerëzve.